Terrenin ku do të shkoj e ka më të vështirë, andaj I duhet një makinë më e fortë. Në krye të rrugës që ja ka mësyer, kryetari aktual I Dragashit, Bexhet Xheladini, e ka një projekt të madh që e kreu, e të cilin, si Nikoqir që është, do t'ja tregoj me patjetër kryetarit të partisë Lumir Abdigjikut, që I erdhi në përkrahje për garën e së dielës së balotazhit në këtë komunë. Udhës për atje, udhëheci I kësaj qytetëze në jug të vendit, premtoi që do të bëj edhe diçka për këtë anë. Ne të ardhmen planifikojmë këtë rrugë, ta ndërtojmë ose ta asfaltojmë ose ta bëjmë me kubza. Udhtimi në këtë rrugën e ashpër I avlejti sipas kryetarit të LDK-s, I cili nuk kurseu fjalët e mira për bashkëpartiakun e tij, kur ky foli për fabrikën e ujit. Është fabrika më moderne në Ballkan, si fabrikën nuk ka deri më tash. Jo krenar. Qytetarët kanë me ta vlerësuar këtë. Faleminderit. Abdigjiku deshi të di edhe diçka për financimin e kësaj fabrike. A ka ndihmuar qeveria qendrore? Qeveria qendrore jo që nuk ka ndihmuar. Ka bërë disa kërkesa, disa ministri, por na ka penguar nga buxheti edhe nuj. Tani e testoi edhe vet. Mjegulla e shiu nuk e pengoi kryetarin e LDK-s që t'i shoh krejt pjesët e fabrikës, që u tha se I furnizon 15 fshatra me ujë. Ndonë se një shoqëruesi të tij mbeti merak të shkoj te burimi. Burimi është larg shumë. Ajo penda është atje shumë. Radesha ku buron. Armen Zema I shfrytëzoi këtë vizitë dhe një fakt interesant nga këto që t'ia thirr shefit të partisë udhëheqjen e shtetit. Teksa I kërkoi meçve të tij ta mbajnë mirë një qen të sharrit që po I arrisin Abdigjikut. Mone, jo qenë vetën e tani vjen. Ata ku të bëhet kryeminist, është edhe ku I det të gjysë petne. Qeni njo, por këto dele I pa rrugës mysafirin nga Prishtina që bashkë me kryetarin u nisën për fshatin Belobrad për të parë amfiteatrin e hapur që e rregulluan këtu. Pas I treguan që fshati njihet për Arusha, e kërkoi një ta marrë me vete me një qëllim. Pas dielës na duhet një Arush ka qeveria sot më qiu. Kësi dhurate Abdigjiku kursesi nuk do t'ja bënte një miku që e afroi së fundmi, e të cilin e quajti të shkëlqyer. Fatmir Limaj ja kujtuan atij këtë gur nga Malisheva me të cilën u rregullua hapësira. Guri Fatmir Limës, a? Po të ishte edhe Limaj këtu, Abdigjiku mbas se do e ndante këta ujë e që e piu bashkë me Bexhet Xheladinin, disi në mënyrë ceremoniale, si për të paralajmëruar fitore ndaj Shaban Shabanit të PDK-s në balotazhin e së dielës. Hajde doktor, pije të ujë se fitoren për bëjke. Shpresa për fitore u shtua teksa takuan këta qytetar në tregun e qytetit. Vizita në Dragash u vullos me vendosjen e luleve të shtatoria komandantit Adem Jashari.